Tourism Fair Albania është panajri kryesor i turizmit dhe eventi B2B në vend ku destinacionet, operatorët turistik dhe ofruesit e shërbimeve takohen për të zgjeruar tregjet e tyre dhe për të ndërtuar partneritete. I mbajtur në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, edicioni i 4 përputhet me strategjinë kombëtare të turizmit 2024-2030 të Shqipërisë, duke mbështetur qëllimet e saj për rritje të qëndrueshme, infrastrukturë cilësore dhe diversifikim rajonal. Pas një edicioni rekord në vitin 2025 që mblodhi së bashku mbi 100 ekspozues dhe 35 blerës ndërkombëtar nga 18 vende, ky vit duket se superoi veten dhe rezultoi të ishte edhe më i suksesshëm dhe kjo vihere lehtësisht nga numri i pjesëmarrësve dhe forumeve të organizuara. I organizuar nga Iceberg Exhibitions, ky edicion u ndërtua mbi themelet e forta të rjetëzimit ndërkombëtar, partneriteteve strategjike dhe suksesit B2B. Tourism Fair Albania 2026 mbetet një pikë takimi i rëndësishëm dinamik i inovacionit, kulturës dhe mundësive të reja në sektorin e turizmit.